Jago, nesër një ndeshje me të vërtet interesante. Tomorrow an interesting match, important match for both of the Si po teams. pritet në kampin How we are waiting this match during this week. We know this match is very important E dim se kjo ndeshje ka mjaft rëndësi for continue our work. për me And vazhdu rrugën tonë. we are ready. We are ready to put in the pitch what we train this week. Edhe jena gati për me vendosë në fushat që kena bërë gjatë gjithë kësaj periudhën së rritje. Sa ka ndikuar për mirë kjo periudhë pushimi? How much did this period that we was off from national team impact for the team for the training? It's good for us because we can refresh our mind, our body, to train, to make a good plan for the match and to be ready. Ishte diçka pozitive sepse mund të themi na ka dhënë një refresh në pjesën fizike, po ashtu edhe në mendjen, edhe gjithashtu kena bërë edhe gjatë gjithë kësaj javës një stërvitje ku na ka shërby për këtë ndeshje. Shqetësimi kryesor të radhë ku çdo ka qenë Gjerim Kastrati dhe vazhdon leje. Si është gjendja e tij fizike? One thing that they had problem with was the injury of Castrati and how is his condition. I don't know to explain exactly what's the situation with Kastrat, but we know he is very important player for us, and we hope that he can come soon as possible. Për momentin asun nuk kam një përgjigje qartë që mund t'jap për gjendjen e Kastratit, po e dim se ai është një nga pikat kryesore të ekipit dhe shpresojmë që të kthehet sa më shpejt në fushë. Çfarë vlerësoni më shumë këtë skuadra Partizani duke patur parasysh edhe formën e saj të mirë dhe që mbyljen e fundit e ka pikërisht nga Vllaznia? How do you rate Partizani as a team? What you see that what they have strong and as you know the last lose they have against Vllaznia, they have a good time only winning. Yes, Partizani is a team that grow up in these months. Partizani është një ekip që ka pas rritje këto muajt më përpara, këto muajt në vazhdim, fani. We know they have good players. E dim që ka lojtarë të mirë, ka një atmosferë të mirë. We have a game plan and we follow tomorrow. Po ne kena një plan për këtë ndeshje dhe ne do ta ndjekim këtë plan. A është problem për Vllaznin fakti që luhet në një fushë me bar artificial? It's a problem for our team that we play in synthetic. Because also in synthetic we didn't win against them. We know it's a tough to play in these conditions, but we don't focus in these things. We only focus in to do in the field what we plan. E dim se është pak ndrysh të lush në sintetik, por nuk është aty vëmendja kryesore është çfarë do të bëjmë në fushë. Sa shqetësuese është për Vllaznin dhe Parti Sulmi për fakt, duke qenë se ka disa ndeshje që We have like 2-3 matches that we didn't score, and how we can say that attacking phase has problem these matches of Vllaznia. Yeah, every match is harder because the opponents knows that we have too much strength in the attack. Çdo ndeshje ka bërë më vështirë sepse we need to be only clear in front of goal, and I think we will do this in the next match. Çdo ndeshje është bërë më vështirë sepse kundërshtar na kanë studiuar që ne kena një fazë sulmit mjaft fort, por ne duhet të jemi vetëm sa më të qetë përpara portës që të arrijmë të shënojmë, sepse rastet i kemi pasur. Ndeshjet e fundit ka munguar goli, por kemi pasur edhe barazime. Është momenti për të kthyer atmosferën. The last matches we didn't score and we had draws and we didn't win. It's a moment to turn back everything and to have a win this match. Of course, we know that it's very important to win match to make 3 points, but we are in a moment that championship go harder and harder because every team have good targets in the championship, and we are ready to come back and to win. Ne na gati për më rikthy për më shkute fitore, edhe dim se çdo ndeshje për ne që ka vlerën e 3 pikë është një fitore e madhe, po ashtu edhe gjithë ekip kampionati është në një fazë më vështirë ku gjithë ekipet kanë për qëllimet e tyre përkatëse. Pas Partizanit vjen Dinamo, në fakt një tjetër ndeshje vështirë. After Partizani we play against Dinamo, against a hard team for cup for the first match. What do you think about the next match? To be fair, we are focusing game tomorrow. Fokusi jonë është vetëm në ndeshjen e Partizanit për momentin. After this match we can plan
the cup match. Atëherë pas kësaj neshe do të jetë fokusi tek neshja e kupës. Mund të lëndë Vllaznia në të dy frontet? si You pas think that we të- can play in both cup and championship for being the first? Of course, our target is to achieve both championships, Normal objektivi jonë është luajmë për të dy trofet, but we need to think step by step, por ne duhet të mendojmë vetëm hap pas hapit, and that is. kjo është e gjitha. Në aspektin personal si po ndjehet Jago në Shkodër. In personal aspect, how you feel in Shkodra? I feel very. A do të jetë mundësia për And vazhdimsinë what do you think bashkëpunimit me about vllazërit? next season for the renew, or what do you think? I feel very good here in Squadra. I'm very happy with fans, with everybody. Jam I lumtur me I feel qytetin, një like mirë, in home here. duke sigur jam në But shtëpi. To be fair, I 100% focus in this championship this season because we have a big challenge to turn back the happiness to this city, and I want to contribute to Vllaznia. Fokusi për momentin është vetëm në këtë This year. sezon, ku do t'ja rikthejmë buzëqeshjen ose festën tifozëve që I ka mungu për shumë vite me radhë. 2 sezone gjysmë në Shkodër. 2 pa season trofej. and a half. Ka momentin që ti gëzohesh. 2 season and a Jago half in të tjerë. Shkodra, but you didn't have a trophy. It's a moment that you can make others happiness, but also yourself happy. Yes, of course, this is like I feel because since I come here, I played I think 2 semifinals. Last year we almost win the championship, and I hope and I feel this year we can achieve our goals. Po, mund të them ashtu siç thotë edhe ju, këtë vit mund të jetë ai vit sepse edhe vitit më përpara kemi shkuar në 2 gjysmëfinale kupet, po ashtu edhe vitin e kaluar siç e dini për pak nuk fituam kampionat, për pak ishim pranë fitores kampionatit dhe mendoj se ky është viti I dur, por të shohim. Ndoshta për ta mbyllur, Jago shpeshherë ka dhuruar gola spektakël edhe nga distanca. Sometimes you scored rezervuar beautiful një goals gjë from tjetër, outside of edhe the box. nesër dhe You think that Partizani? you let something for tomorrow against Partizani? We always are ready to help the team. I think my first mind is to contribute with Vllaznia, and if something like this happens, I will feel very happy. Kryesori është që të kontribuoj për ekipin, të ndihmoj shok, pastaj nëse del diçka gjatë ndeshjes, atëherë është diçka më pozitive. Faleminderit. Sukses. Thank you. Sukses.